Jemi rikthyer në studio, si kundër e kemi theksuar edhe më herët për gjatë programit të ditës së sotme, do të flasim pikërisht për marrëveshjen më në fund të arritur mes Italisë dhe Shqipërisë sa i përket edhe pensioneve. Praktikat e para kanë nisur të regjistrohen dhe tashmë të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë punuar prej vitesh në shtetin fqinj në Itali do të kenë mundësi që këto vite do t'i njihen në kontributet e tyre në pensione, si dhe anasjeltas të gjithë qytetarit italian të cilët kanë kontribuar dhe vijojnë të kontribuojnë në vendin tonë, do të njihen kështu pensionet e tyre. Do të diskutojmë gjërësisht për praktikat e para, çfarë do duhet keni parasysh dhe si të regjistroheni, pikërisht me zonjën Tresiana Elmazi, përfaqësuese e UIM Albania. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit juve për ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Në fakt, temë kemi trajtuar shumë herë, qysh prej fillimit, qysh prej le të themi merakut që kishte se kur do të finalizohej kjo marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë. Dhe jemi në pikën tashmë që po korrim frytet e suksesit. Dhe me sa kemi kuptuar, janë dorëzuar praktikat e para dhe kërkesat për pension. Si po ecën procesi? Procesi në fakt tani ka nisur, le të themi jemi në atë fazën praktike, dje ka hyrë në fuqi zyrtarisht marrëveshja. Kemi nisur me praktikat e para, normalisht puna jonë, le të themi është edhe prapa vepruese, pasi neve kemi bërë një punë prapa skenë, le themi, duke përgatitur ndërkohë të gjitha dosjet e gjithë personave që përfitojnë nga kjo marrëveshje. Dje më në fund kemi nisur me praktikat e para, po shkon çdo gjë shumë mirë. Normalisht mund të ketë problematika që do të dalin gjatë rrugës, duke qenë se edhe udhëzimet janë të reja, është diçka shumë e re edhe për vetë institucionet, por edhe për ne si zyra, kështu që normalisht edhe për qytetarët. Kështu që deri tani çdo gjë po shkon shumë mirë. Pra thënë ndryshe, pavarësisht se është marrëveshje e re, udhëzimet janë të reja, me gjithë kujdesin që tregoni, këto praktika nuk kanë hasur në problematika. Deri tani jo, do më thënë, si thash është fillimi dhe ende është herë... Nëse në fillim është gjithçka nisë mbarë, fillimi mbarë gjysma e punës. Normalisht është, do më thënë, rritet pak vështirësia të komunikimi midis institucioneve italiane dhe, do më thënë, nimësit italian dhe ISSH-s tonë këtu, që kjo mund të, le të themi, është diçka ndërinstitucionale që mund të krijojë problematika në sensin e komunikimit, apo... Edhe të marrjes së kohës për të parë arkivat. Patjetër, sepse është normalisht nëse do ishte një praktik veçmas italiane ose veçmas shqiptare, do të merrte më pak kohë, ndërsa duke shtuar edhe komunikimin mes periudhave të dy shteteve, normalisht është edhe më... Bukur, dhe kam përshtypjen që interesi duhet të ketë qenë i lartë kur vjen puna tek aplikimet edhe te dorëzimi i praktikave. Cila ka qenë, le të themi, në këtë mori apo vrull pune, cila ka qenë pyetja më e shpesh që ju kanë drejtuar? Pyetja më e shpesh, normalisht nëse mund të përfitojnë nga vitet që kanë në të dyja vendet, një nga, le të themi, nëse mund të përfitojnë ata persona të cilët kanë derdhur dhe kontribute vullnetare në Shqipëri, ndërkohë që kanë qenë edhe në punë dhe në Itali, gjë që fatkeqësisht nuk mund të bëhet, duke qenë se kontributet janë, domethënë, të njëkohshme dhe mbi vendosen. Këto kanë qenë pyetjet më të shpeshta sepse shumica e shqiptarëve që kanë qenë në Itali kanë derdhur dhe kontribute vullnetare këtu, ndërkohë që kanë qenë atje për të kapur moshën e pensionit. Pa e ditur që kjo marrëveshje mund të funksionon në një ditë. Po, domethënë, ka vite që flitet, por që mund të kenë derdhur kontribute vullnetare që shumë më përpara. Po, bëhet fjalë që kur kanë shkuar fillimisht. Po pse përjashtohen këto, Tresiana? Kjo kategori. Pra, a ka ndonjë udhëzim specifik se kanë përshtypjen që duhet të jetë marrë parasysh nga qeveritë respektive përpara se të finalizojë marrëveshja? Po, domethënë, njohja e periudhave të punës sipas marrëveshjes, domethënë, ajo që persona që përfiton nga marrëveshja dhe njohja e periudhave të punës bëhet vetëm në rast se ato nuk mbi vendosen. Domethënë, në rast se një person është në punë në Itali dhe ka derdhur kontribute këtu për të njëjtën periudhë sigurimi, normalisht nuk mund të quhen pasi bien nuk mund të quhen si vite, le të themi, është një vit. Edhe në Shqipëri, për shembull, po ta marrim, nëse ti je i dy punësuar, nuk të quhen si 2 muaj sigurimi, por të quhen si një. Pavarësisht se kjo ndikon pastaj tek shuma e pensionit që do të përllogaritet ose shuma e kontributit që derdhet. Dhe përgjithsisht, ku i bie që ta përfitojnë pensionin, në Itali apo në Shqipëri? Sepse jashtë marrëveshjes po flasim.
Se një person i cili ka derdhur kontribute vullnetare edhe në Shqipëri duke patur parasysh riskun se në Itali nuk do t'i njihet asnjëherë pensioni, në një moshë të caktuar do duhet të marrë pension. Dhe ai ka derdhur ato kontribute. Po, patjetër, kontributet nuk digjen. Do me thënë, nëse kërkesa për pension bëhet veçmas, pra jo me marrëveshjen, ai mund t'i përfitoj këto kontribute sepse indikoj në Shqipëri, do me thënë ka paguar kontribute në Shqipëri, në rast se do të kërkoj pension vetëm shqiptar në momentin që do të mbushi moshën, atëherë këto kontribute patjetër që quhen. Pra, në kategorinë e pensionistëve të tjerë shqiptarë normalisht. Po. Pra nuk digjet. Mjafton, do me thënë, thjesht në marrëveshje nuk përfshihet. Dhe në këtë rast është me interes të shpjegoj me edhe një herë se cilat janë benefitet që përfitojnë ata që kërkojnë pensionin e tyre sipas marrëveshjes Shqipëri-Itali. Çfarë përfitojnë? Atëherë, normalisht periudat e punës njohjen e periudave të punës. Kanë punuar në Itali, për shembull marrim një rast, mund të mos kenë punuar 20 vite që kërkohet atje minimalisht për të dalë në pension, në Shqipëri mund të mos kenë punuar 15 vite që kërkohet për të dalë në pension. Marrëveshja mundson që këto periudha në mënyrë figurative të bashkohen dhe t'i lejojnë qytetarit që të përfitojë ose nga pensioni italian, ose nga shqiptar, ose nga të dyja. Dhe ne dim që UIM Albania, si pjesë e patronato Italuil, ka akses në sistemin INPS në Itali. Tani që kërkesat e para janë depozituar, si funksionon? Të kuptojmë pak edhe çfarë është UIM Albania, është ndërmjetësues, kush duhet i drejtohet, a duhet i drejtohemi të gjithë UIM Albania? Atëherë, UIM Albania është një, le të themi, përveç se një organizatë jo fitimprurëse në Shqipëri, është edhe bën pjesë edhe në sistemin e atyre që quhen patronato në Itali, të cilat janë një lloj institucioni, le të themi, që kanë lindur në kohën e pas luftës në Itali, për të drejtat e qytetarëve, duke qenë se qytetarët në atë kohë nuk dinin që kishin disa të drejta, ose dhe nëse e dinin, nuk dinin si t'i shfrytëzonin, dhe kështu kanë lindur patronatot, të cilët u mundsojnë qytetarëve që të marrin të drejtat e tyre, t'i shfrytëzojnë ato edhe t'u vinë në ndihmë, le të themi, për t'i orientuar. Kemi akses të drejt për drejt në IMS, duke qenë edhe të promovuar edhe nga Ministria e Punës Italiane, prapa Italuil, që është patronati që na promovon, është financohet edhe nga Ministria e Punës Italiane. Operatorët janë të licencuara për të pasur akses të drejt për drejt në sistemin e sigurimeve shoqërore që është IMSI në këtë rast, për të dhënë shërbime të drejt për drejta, duke filluar që nga kërkesat e pensioneve, deklaratat e ardhurash, qoftë për shqiptarët, qoftë për italianët që janë këtu, do më thënë, u vjen në ndihmë të gjithëve atyre që kanë... Por në rastin konkret të marrëveshjes së pensioneve, ka një kohë që duhet presin, ju thatë që shërbimi operator është i certifikuar, është shumë i shpejt. Megjithatë, do duhet të presin për një përgjigje ata që bëjnë kërkesën e tyre për si rrjedhoi marrëveshjes së pensioneve? Po, normalisht nga momenti që bëhet kërkesa, duke qenë se siç thash më përpara, do ketë një komunikim ndërinstitucional midis IMSI dhe ISSH-s. Kërkesa bëhet kene, më pas i drejtohet IMSI-t, normalisht edhe ISSH-s, IMSI pastaj do të verifikojë me ISSH-n të gjitha periudat e sigurimit në Shqipëri, dhe më pas do t'japi përgjigjen, le të themi, do bëj verifikimet e veta. Kjo kohë mund të shkojë diku te 2-3 muaj, do me thënë në varësi të rastit edhe në varësi të praktikave. Bukur, tani kam një pyetje që më lind natyrshëm. Nëse një qytetar shqiptar, shumicën dominantet viteve të punës i kanë në Shqipëri dhe shumë pak vite mund të ketë në Itali, pra le të themi 2 vite dhe fundet të pensionit, çfarë ndodh në këtë rast sipas marrëveshjes? Ku e përfiton pensionin? Atje ku aplikon? Atëherë, në rast sepse duke qenë se mosha e daljes në pension në të dyja shtetet është e ndryshme, mund të ndodhë që në këtë rast personi të jetë në Shqipëri në pension dhe mund të kërkoj pensionin italian në momentin që mbush moshën atje, që është 67 vjeç. Kështu që mund ta kërkoj si atje si këtu, do më thënë e zgjedh vetë. Do më thënë pensioni italian, normalisht kërkesa për pensionin italian duhet paraqitet pas mbushjes së moshës. Pas mbushjes së moshës. Ka disa raste pastaj që kur mbushin vitet e punës. Po, që në rast se për shembull në Itali është ligji që me 42 vite e 10 muaj për burrat ose 41 vite e 10 muaj për gratë, qytetarët mund të dalin në pension pavarësisht moshës. Do më thënë, mosha në këtë rast nuk është kriter. Mund të jenë dhe 60 vjeç, dhe këto periudha sigurimi mund të kenë disa këtej, disa andej, nuk i kanë në të njëjtën kohë, arrin edhe mund të dalin pa problem. Por, edhe njerë për ta shtëruar, thamë që një qytetar shqiptar
mund të zjedhi ku të doj të marri pensionin e ti, pavarësisht se si është diferenca e viteve të kontributeve të punës? Po, normalisht do merren në rast se do bëhen Pra po kërkesa. themi, qoftë se më shumë vite pune ka në Shqipëri, por jeton në Itali, doj që ta marri pensionin atje, mundet ta marri atje? Atëherë, marrëveshja e lejon këtë gjë, që vetë personi mund të kërkojë që edhe pensionin shqiptar ta marri në Itali, por megjithatë kjo është duke qenë se dhe udhëzimet janë, le të themi, sapo kanë dalë, për shembull, udhëzimet e Itali ende nuk kanë dalë nga IMSI, ne jemi pak më përpara në Shqipëri nga ISSH-ja, kanë dalë më shpejt. Sipas marrëveshjes parashikohet, megjithatë kjo është pak me pikpyetje kjo nëse mund ta marrin pensionin shqiptar në Itali, ndërsa pensioni italian mund të merret patjetër në Shqipëri. Bukur, tani duket sikur kjo marrëveshje i shërben më shumë të Shqipërisë se sa Italisë. Megjithatë mund të ketë një numër konsiderueshëm italianësh që kanë dhënë kontributin e tyre duke punuar në Shqipëri. Për çfarë numrash flas? Me thënë të drejtën, shumica italianëve që janë këtu normalisht janë pensionista, por duke qenë se kjo marrëveshje nuk është vetëm për periudhat e kaluara, është edhe për ato periudha që do të vinë, domethënë mund të ketë shumë italianë të cilët ende nuk e kanë mbushur moshën këtu dhe janë ende duke investuar ose mund të ketë që janë duke ardhur, domethënë edhe do të vinë në vitet në vazhdim në Shqipëri. Kështu që mund të jetë, është në numër në rritje, le të themi, kështu që do vi momenti që do të përfitojnë edhe këta. Mund të jenë, diku për momentin mund të jenë, le të themi, mira italianë, ndërsa shqiptarët pastaj janë qindra mira që përfitojnë. Megjithatë, kërkesa paraqitet edhe këtu në ISSH këtu, po edhe në Itali. Paralelisht apo nuk do të thotë? Ju si përcaktoni, pra si UIM Albania, si ndani prioritetet e kërkesave? Do më thënë, kjo gjë do të varet. Nëse personi nuk ka dalë ende në Shqipëri dhe nuk ka dalë ende në Itali, mund të bëhen dy kërkesa njëkohësisht dhe normalisht kjo gjë do të bëhet për italianin tek IMSI, ndërsa për shqiptarin mund të bëhet edhe pranë ISSH-s. Neve dhe si zyra dhe i orientojmë, domethënë duke qenë se kërkesat këtu bëhen nëpërmjet i Albanias për pensionin shqiptar. Neve mund t'i orientojmë sepse mund të jenë dhe mosha të mëdha, domethënë e kanë pak të vështirë përdorimin, i orientojmë te kërkesat, cilën kërkesë duhet të zgjedhin, si duhet të plotësojnë formularin e të gjitha me radhë. Faleminderit shumë Tresjana që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë juve. Faleminderit shumë, ju urojmë gjithë ata që kanë dalë tashmë në pension dhe mund të apërfitojnë atë si në Shqipëri, në Itali apo edhe sipas marrëveshjes. Faleminderit që ishit me ne.